11 nëntori. Dita magjike kur fati ndryshon drejtimin. Sot nuk është një ditë e zakonshme. Është dita e portës 11, momenti kur universi rreshton dritën, shpresën dhe fatin në një linjë të vetme. Çdo mendim që ke, çdo ndjesi që të prek, po krijon realitetin që po vjen drejt teje. Në këtë ditë, sinjalet janë të qarta për ata që din t'i ndjejnë. Orë të përsëritura, ëndra që duken tepër reale, emocione që shpërthejnë pa pritur. 4 shenja do ta ndjejnë këtë valë energjie më fort se kurrë. Dhe për to, 11 nëntori do jetë dita kur gjithçka ndryshon përgjithmonë. Dashi, një rrymë e re e guximit po të përshkon sot. Kjo ditë është si një thirrje për të mos qëndruar më në pritje, për të vepruar me besim në veten tënde. Nëse ndjeve pengesa kohët e fundit, ishin testet e fundit përpara hapjes së rrugës tënde. Universi po të shtyn drejt një ndryshimi profesional, një vendimi që do të çlirojë. Mund të marrësh një mesazh ose ofertë që do të habis, por është ajo që ke pritur prej kohësh. Në dashuri, ndjenjat që kanë qenë në hije po dalin në dritë. Mos e shmang këtë valë emocionale, përqafoje me guxim, sepse kjo është energjia e rilindjes tënde. Sot, çdo hap që bën ka mbështetjen e plotë të universit. Drita që ndjen në shpirt nuk është rastësi, është sinjali yt për të filluar një jetë të re. Virgjëresha, për ty, 11 nëntori sjell qartësi dhe pastrim shpirtëror. Gjërat që të kanë mbajtur pezull, më në fund po zgjidhen. Kjo ditë është si një dritë që ndriçon rrugën e brendshme. Mund të kuptosh pse disa persona u larguan, pse disa mundësi u mbyllën. Sepse universi po të përgatiste për diçka më të madhe. Një lajm financiar ose një propozim i papritur mund të befasojë. Ndiq intuitën tënde, është më saktë se logjika sot. Në dashuri, një person i së shkuarës mund të kërkojë një shans të dytë, por vetëm ti e di nëse energjia e tij përputhet me tënden. Sot, fati yt po kthehet drejt ekuilibrit. Mos i shmang emocionet që ndjen, ato janë mënyra si universi të tregon që rruga jote po ndriçohet. Peshorja. Ky 11 nëntor hap për ty një cikël të ri harmonie dhe vetbesimi. Për shumë kohë ke vënë të tjerët përpara vetes, por sot është dita kur balanca kthehet tek ti. Do ndjesh një energji të fortë rreth orës 11, një sinjal se gjithçka që ke dashur po merr formë. Një vendim që do marrësh sot do ndikojë në muajt e ardhshëm, ndaj dëgjoj zemrën, jo frikën. Në aspektin profesional, një mundësi për bashkëpunim do të afrojë më pranë një suksesi që e ke ëndërruar. Në dashuri, energjia e portës hap rrugën për ndjenja të sinqerta dhe lidhje të reja. Kujdes me fjalët, ato janë manifestim. Sot, çdo mendim pozitiv është si një kod që universi e kthen në realitet. Britsjapi. Në këtë ditë të fuqishme, energjia e përgjegjësisë që të karakterizon kthehet në forcën më të madhe për të ndërtuar suksesin tënd. 11 nëntori po hap për ty një kapitull të ri në fushën profesionale ose financiare. Një lajm që lidhet me punën, investimet ose një projekt që e kishe lënë pezull do të gëzojë. Mos mendo më për humbjet, ato ishin shkallët drejt këtij momenti. Universi po të shpërblen për qëndrueshmërinë tënde dhe këtë herë rruga do të jetë më e lehtë. Në dashuri mund të lindë një ndjenjë e re që të frymëzon ta shohësh jetën me sy ndryshe. Dëgjoj sinjalet e trupit dhe ëndrat, ato do të udhëheqin drejt vendimit të duhur. Kjo është dita jote për të ngritur kokën lart dhe për të thënë: jam gati për fazën e re. Peshqit. Sot, ndjeshmëria jote është dhuratë, jo dobësi. 11 nëntori për ty është ditë zgjimi, ku fillon të ndjesh se çdo gjë që ka ndodhur kishte një kuptim më të thellë. Mund të marrësh një sinjal në formën e një ëndre, një ndjenje të fortë ose një rastësi të pazakontë. Këto janë mënyrat si universi të flet dhe sot po e bën me zë të lartë.
Në aspektin financiar, një ide që ke hezituar ta ndjekësh mund të kthehet në burim fitimi. Në dashuri, një komunikim i sinqert do të të ndihmojë të kuptosh nëse je vërtet në vendin e duhur. Mos lejo frikën të të ndalë. Universi po të kërkon të besosh në atë që s'e sheh, por e ndjen. Kjo ditë është për ata që kanë guximin të ndjekin dritën dhe ti je një prej tyre. Sot, portat e 11 janë hapur dhe drita e fatit po rrjedh përmes tyre. Nëse e ndjeve këtë energji, ajo nuk erdhi rastësisht. Shkruaj në komente. Jam gati për mrekullinë time. Mos harro të lësh një like, të abonohesh dhe të shpërndash videon, që energjia e kësaj dite të prek edhe ata që kanë nevojë për ndriçim.